Përshëndetje shenja e Virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 2 shpatat, mbretin e monedhave, mbretëresha e kupave dhe mbretëresha e monedhave. Atëherë, në planin personal, ju hyni në këtë javë me kartën e 2 shpatave, që është një pikë pezullimi. Kjo kartë flet për një vendim që e keni shtyr ose për një tension mes arsyes dhe ndjenjës. Ju mund të ndjeni sikur po ruani paqen duke mos zgjedhur, por mos zgjedhja është vetë një zgjedhje. Mbreti i monedhave sjell një figurë të brendshme stabiliteti. Ai është pjesa juaj që kërkon siguri, strukturë dhe kontroll praktik. Përballë tij qëndron mbretëresha e kupave, dimensioni juaj intuitiv dhe emocional. Ajo ju kujton se nuk jeni makinë organizimi, jeni qenie që ndjen, jeni qenie njerëzore. Mbretëresha e monedhave i bashkon këto energji. Kujdes për veten në mënyrë konkrete, sepse kjo javë ju kërkon të ndërtoni një rutinë që ushqen si trupin, ashtu edhe shpirtin. Pra, me pak fjalë, kjo javë në sferën personale ju mëson të merrni vendime që respektojnë si logjikën, ashtu edhe zemrën. Pra ju duhet të ndaloni së shtyri një vendim që ju konsumon energji. Uluni me veten dhe pyeteni veten, cila zgjedhje ju jep paqe afat gjatë dhe zgjidheni atë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 shpatat, njeriu i varur në të kundërt, bota dhe magjistari. Energjia familjare hapet me kartën e 5 shpatave, një kartë konflikti dhe tensioni ku dikush fiton në thonjza, do të thoja, por marrëdhënia humbet ama. Mund të ketë grindje të vogla ose konkurrencë nga egoja. Njeriu i varur në të kundërt tregon se një periudhë pezullimi po përfundon. Dikush ose ju vetë nuk jeni më të gatshëm ose nuk është më i gatshëm dikush të sakrifikoj ose të pres pafund. Kjo çonte bota, pra mbyllet ai cikël, përfundimi i një kapitulli të vjetër familjar. Karta e magjistarit është karta e fillimit të ri. Ju keni fuqinë të krijoni një dinamik tjetër më të shëndetshme. Kjo histori flet për javë transformuese në sferën familjare, ku konflikti është porta drejt një rimodelimi. Pra ju duhet të zgjidhni pajtimin mbi krenarinë, një bisedë e bërë me sinqeritet, pa akuza, mund të mbyll një plag të vjetër. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 7 shpatat, kalorësin e shpatave, 7 kupat dhe 8 kupat. Dashuria këtë javë më jep një energji zbulimi. 7 shpatat sugjeron sekret, shmangje ose frikë për të treguar gjithë të vërtetën, që nuk do të thot me patjetër që është tradhti, por mund të jetë edhe vetëmbrojtje emocionale. Kalorësi i shpatave sjell komunikim të shpejtë dhe ndonjëherë të ashpër ose të vrazhët. Fjalët mund të dalin pa filtra. 7 kupat shton konfuzion, shumë opsione, hutim, fantazi ose pritshmëri jo reale. Ju mund të jeni të hutuar. Kjo rrugë çon te 8 kupat, karta e largimit nga ajo që nuk ushqen më shpirtin. Mund të jetë largim nga një iluzion, nga një model i vjetër ose nga një situatë që nuk ju përmbush më emocionalisht dhe shpirtërisht. Pra duket sikur dashuria ju fton të shihni qartë dhe të zgjidhni vërtetësinë.
ju duhet të bëni një bisedë të ndershme, edhe nëse është e pakëndshme, sepse e vërteta e thënë me respekt në vetvete është akt dashurie. Dhe kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 monedhat, kalorësi i shkopimve, mbreti i shkopimve dhe vdekja. Në punë, kartat m'japin një energji sa dramatike dhe premtuese. 4 monedhat të tregon kapje pas sigurisë, një lloj kooperacie, një lloj stepje, frikë për të lëshuar kontrollin, por menjëherë hyn kalorësi i shkopimve i cili sjell lëvizje, energji dhe guxim. Mbreti i shkopimve është vizionari, pjesa juaj që mendoj se dëshiron të udhëheqë dhe të krijojë, dhe pastaj vjen vdekja që nuk e shoh si një fund negativ, por si transformim të thellë. Pra një mënyrë e vjetër pune, duket se po mbaron për t'i lënë vend diçkaje më të vërtetë, më të qëndrueshme. Për disa të tjerë e ndiej që duhet ta them këtë, nëse në punë keni një marrëdhënie që mund të jetë disi flirtuese, unë do të thoja që të mos lëshoheni, sepse nuk ka domethënë perspektivë në atë lloj marrëdhënie. Duket sikur është më tepër flirt edhe mbaron po aq shpejt sa fillon. Pra kjo ishte ajo që unë e ndjeva që ndoshta disave mund t'ju rezonojë, jo të gjithëve, kuptohet. Dhe kalojmë tek Prism Oracle ku kemi mister. Atëherë misteri është thelbi i javës suaj. Jo çdo përgjigje do të vijë menjëherë, ka një proces inkubimi. Intuita është si busull për ju këtë javë. Duket sikur jeni në një korridor midis asaj që ishit më parë dhe asaj që po bëheni. Unë do të thoja mos kërkoni të ndizni të gjithë dritën, mjafton të hidhni hapin e radhës. Paçim.